21 vjeçari Jovan Konstadinov nga Vinica, i cili me aktin heroik në natën e tmerrshme në Koçan, ku humbon jetën 59 persona, ka shpëtuar 21 jetë. Falënderim për këtë vepër heroike, ka dërguar një nën, fëmia e të cilës është një nga të shpëtuarit. Me mirënjohje të madhe dhe respekt të thellë emocional, do të doja të shkruaj për veprën heroike të Jovan Konstadinovit nga Vinica, i cili jo vetëm që shpëtoi jetët e 21 fëmijëve në ngjarjen tragjike në klubin e natës në Koçan, por gjithashtu shpëtoi edhe djalin tim. Në momentet më të errta të panikut dhe kaosit, kur të gjithë ishin të hutuar dhe të friksuar, Jovani u shfaq si një dritë shprese. Pa hezituar, e mori djalin tim që ndodhej në rrënojat e diskotekës dhe e mbajti mbi shpinë, duke e quar përmes flakëve dhe tymit deri në spitalin e Koçanit, me qëllim që ta shpëtonte, ndërsa të gjithë të tjerët rreth e rrotull po iknin dhe po luftonin për jetët e tyre. Ajo shkruan se Jovani është një heroj vërtet, një djalë i ri me një zemër të madhe dhe një guxim të jashtëzakonshëm, i cili rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar jetët e të tjerëve. Jovan, ty të detyrohem për mëngjesin e ri, buzëqeshjen e re, shpresën e re dhe jetën e re të djalit tim. Për ty nuk ka fjalë që mund ta shprehin mirënjohjen dhe respektin tim. Faleminderit nga thellësia e zemrës. Ajo shkruan se Jovani ka dhënë dhuratën më të madhe që mund të marrë një nën, ja ka shpëtuar jetën fëmijës së saj. Do të mbetesh përgjithmonë në lutjet e mia dhe në zemrat tona, qëndron në postimin e kësaj nëne në Facebook.